Trajneri i kombëtarës shqiptare Silvinho ka bërë publike më në fund listën zyrtare për ndeshjet e qershorit, fillimisht më datë 7 kundër Serbisë dhe më pas më datë 10 kundër Letonisë. Tekniku brazilian ka thirrur 27 lojtar, ku bie në sy fakti se 2 prej tyre vijnë nga kategoria superiore e futbollit shqiptar. Bëhet fjalë për portierin kampion të Ignatias Marko Dajsinani dhe mbrojtësin e Dinamos Nasser Ali, ndërsa vihet të re rikthimi i Elseid Hysa dhe Mario Mitajt, ndërsa sulmi duket i plot me Dakun, Brojon, Manajn, Uzunin dhe Hasanin. Por ajo që të rreq vëmendjen është që në listë nuk figurojnë as Taulan Seferi dhe në mënyrë të pakuptimt as Enea Miaj, të cilin Silvinho e kishte vëzhguar së fundi në një ndeshje mes Famalikaos dhe Portos në kampionatin portugez. Sidoqoftë, është vetë Silvinho që do të jap shpjegimet e duhura për gjithçka në konferencën e zakonshme për shtyp. Kujtojmë që Shqipërinë e pret tashmë mbi të gjitha supersfida me Serbinë më 7 qershor në arena kombëtare, që zhvillohet duke nisur nga ora 20:45. Ndërsa ndeshja ndaj Letonisë do të luhet në Trasfert 3 ditë më vonë, konkretisht në stadiumin Skonto Stadiums, duke filluar nga ora 20:45.